na ka ndodhur, unë dikur mbaja rojet të spitalit dhe vjen një kolegja jonë që ishte mjeke, kishte 2 fëmijë 14-15 vjeç. Dhe njëri nga këto vjen në urgjencë me dhimbje barku. I vendos sondën e ekos në bark për të parë barkun dhe gjëja e vetme që shoh ishte ujë në bark. Po kjo simptom nuk është se të tregon ty çfarë kishte. Dhe ajo çfarë ajo kishte nga ana tjetër ishte që lëkura e vet ishte mbushur me pika të kuqe, që tregonte se kishte bërë reaksion. Dhe nuk e di, po në atë moment është ajo pjesa e artit të mjekësisë, më shkoi mendja tek një parazit që quhet echinokok, i cili ndodh në mëlçi, qahet dhe përhapet në trup dhe ajo shkakton këtë patologji. Dhe pyetja e parë që i bëj, them, keni kafshë në shtëpi? Po, thotë kemi qenë dhe mace. Dhe pacienti u operu, doli echinokok, shpëtoi jetën thjesht nga një anamnezë dhe një intuit që mendova se lidheshte me echinokokun. Prandaj është shumë e rëndësishme komunikimi, është shumë e rëndësishme që ne të jemi qetë gjatë ekzaminimeve. Patjetër kjo. Sepse nuk mund të futesh në ekzaminim dhe pacienti që vjen te koka dhe ka marrë një listë nga ChatGPT-ja dhe thotë mos është kjo, mos është kjo. Të jep gati diagnozat. Sigurisht që këto duhet t'i pyes, po t'i pyes në momentin që ne kemi mbaruar ekzaminimin. Dhe un kam një parim, kur futesh i them lër të vlerësoj unë, kur del mos dili pas sqaruar. Pra pyet çfarë të duash, ka detyrimin profesional të ta shpjegoj çdo gjë që mund të jetë e gabuar dhe e saktë, sepse ashtu ta ka dhënë informacion.